Kthyen në studio dhe po ndjekim një material shumë të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm në fakt se po flasim. Dy materiale shumë të mira, ndoqëm ata filizat e rinj dhe këta të cilët po rriten. Dhe besoj që do të jenë një shembull ideal në shoqërinë tonë, që do të kemi të shumtë sigurisht. Dhe sot nuk e kemi një personazh të thjeshtë, do të thoya që e kemi një ai nxitsi, domethënë mentori që është më i rëndësishëm, që unë gjithmonë them është ndër dhe kënaqësi të kemi mentor të cilët na kanalizojnë në drejtimin e duhur për të studiuar, për të mësuar, mirë po edhe për të ndjekur ëndrat tona. Nuk është një person i vetëm që e mëson muzikën, por e ndez, e lëviz dhe e gjallëron atë së bashku me nxënësit. Energjia e tij në klasë është magnetike. Fëmijët nuk e shohin muzikën si detyrë, por si lojë dhe si eksplorim, si ritëm të mbrëmshëm. Ai beson se përmes lëvizjes dhe dëgjimit dhe eksperimentimit, çdo fëmijë mund të kuptojë bukurinë e muzikës së mirëfillt. Ai është Ramadan Osmani, klarinetist virtuoz dhe një prej mësimdhënësve më modern që kemi në edukimin muzikor. Në bisedën tonë të sotshme do të diskutojmë për rolin e tij si mësues, si virtuoz, mirë po edhe si një personazh i cili me të vërtetë ka ndikim të madh, sidomos tek gjeneratat më të rëndësishme, siç themi ne, që do të na udhëheqin shtetin nesër. Një ditë që do të na udhëheqin të gjithë neve dhe ne sigurisht duke i parë të tillë, ne do të jemi krenar në të ardhmen. Pikërisht. Ramadan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes në emisionin Mëngjesit. Përshëndetje, faleminderit për këtë prezantim kaq të bukur dhe me kujdes. Edhe mirë se u gjeta. Ramadani nuk shkon shumë shpesh në intervista, po ja që ekskluzivitetin dhe kemi sot fal ish kolegialitetit që kemi pasur. Keni qenë kolegu, sa po e kuptova? Kemi dallim 3 vite në gjenerat, mirë po, kemi qenë. Jeni takuar. Po, kemi qenë në shkollimin e mesëm. Kemi pasur edhe kore të përbashkëta, më të mos gaboj. Po, krejt landët i kemi qenë përbashkëta, po është të vërtet që kanë kalu vite. Kam fillu pak me, si themi, me reduktu prezencën në për intervista, shkaku që mos me mriteni ezaurim, larkë qoftë. Mos me pas çka me tregu, ose me pas pak kujdes mos me u harxhu, po gjithsesi me kënaqësi të veçantë nën prezencën e juve, kam pranuar dhe besoj që kemi me kalu sa më mirë. Besoj të shpresoj, pa diskutim që do të kalojë mirë. Por fillimisht zakonisht ajo po ndodhen, shumica e muzikantëve, miqdashur, ju e dini se kanë të vështirë mëngjeset. Si janë mëngjeset e tua të flasë? Që po të tregoj shumë sinqerisht, do me thonë mbrom ka marrë dikur ka ora 3-4 e mëngjesit, kemi pas një festival në Rahovec të Kosovës, unë jam antar jashtëm i Grykës së Kaçanikut, është një shoqëni kulturore, edhe patëm një festival shumë sukses, shumë morëm çmime edhe që kjo është jeta e muzikës. Dhe besoj që kemi kaluar shumë mirë në Rahovec, sepse Rahoveci edhe ujin e ka të mirë. Sidomos ujin e rrushit. Ujë të mirë, ujë të bekuar. Problematika më e madhe që mund të them për një virtuoz, e sidomos një virtuoz të klarinetit, instrumentit cili është i prezent në çdo orkestër, formacion të ndryshëm, është problematika shumë e madhe Ramadan mësimdhënës edhe virtuoz, apo të themi kështu muzicient, sepse pikërisht tek orari. Është problematik për ta darë veten më dysh, a të jap vetvetes fokus, apo duhet edhe atë që e kam që ta ndjell diku tjetër? Po është pikërisht edhe orari, sepse nuk përputhen njëra me tjetrën. Më thuaj, kur lindi kjo dëshira për mësimdhënës? Shëve, nuk është ndaj farloj kështu që ndaj farloj tendencën që më ka, do më thonë, ka qenë prezent të unë me ku. Ka ardhe pa pritur për faktin se paka shumë ne si shoqëni e dim se në çfarë rrethana po zhvillojmë jetën artistike. Unë kam pas ambicje për krejt tjetër çka. Dhe jo vetëm ambicje, por edhe kam realizu vetëm profesionalisht, do më thonë, si klarinetist i diplomuar, edhe në momentin që e shef që tereni, do më thonë, është duke u ngushtu në atë aspektin e kapaciteteve institucionale. Dashte pa dasht, po kalojmë diçka tjetër. Mandej me qenë, me improvizu në më të mirën e shoqënisë. Kjo është çështje shpirtërore, pastaj dikush për shembull e zgjedh me sakrifiku vetën edhe në drejtimin e një, domethënë, brenda degës është, sa do kupton, unë jap prap artin muzikor, por nuk është ajo specifikimi për klarinet. Kështu që unë kam vendos me bë sakrificë, edhe pse kam zhgënjim të madh, kam në atë aspektin pse nuk e ushtroj profesionin që kam studiu. Mirë, po qatë zhgënjim mundona me transformu në një vullnet shumë më të mirë që mos me e kuptu gjeneratat e ardhshme dhe me tentu
bile pak me ndiku që me ndryshu këtë koncept shoqëror. Tash jemi ndoshta në numër shumë të vogël, por nuk është e rëndësishme, mirë është mi bë punë. Nëse don që ta jap kështu një pikpamje tjetër si një muzicient, unë do të thoja që për të qenë një profesor i klarinetit, instrumentit, është punë pak më individuale, ndërsa ti po e bën një punë shumë më madhështore, sepse po ndikon në shumë nga fëmijët. Do doja në kronologji të kthehemi, sepse dikur në për shkollat fillore kemi patur kore që kanë ekzistuar. Pastaj kemi një black hole, kemi një periudhë të errët në për shkollat fillore ose qoftë ato edhe të mesme, që nuk kemi patur, që kanë patur ambicje deri diku, por sikur janë zbehur gjatë rrugës. Dhe kemi shumë gjenerata që nuk ja kanë iden instrumenteve. Dhe ju po mundoheni që ta riktheni atë të dikurshmen në për shkollat ku, sepse dëgjova edhe historinë dje me Valborën kur bisedonin për ju, keni patur një periudhë shumë të vështirë të punësimit, keni punuar diku si profesor visiting këtu në Hasanbek, dhe po të njëjtën e keni krijuar edhe në Hasanbek. Pra miq dashur, ka bërë korin e shkollës, i cili nuk e dia vazhdon të funksionojë, vazhdon e trashëgon dhe një patjetër, edhe s'duhet më ndal asnjëherë. Sigurisht, unë bile bëj thirrje kështu, asnjëherë mos më ndal. Do të jetë një thirrje edhe për gjithë muzikantët të tjerë që për gjithë shkollat ku veprojnë, funksionojnë, të paktën të bëjnë një kor. Qoftë është shumë e vështirë, sigurisht është shumë e vështirë. Ka sfidë, brenda çdo drejtimi ki sfidat posaçme, po ne jemi për atë punë edhe jemi domethënë profilizuar. Edhe duhet ta dëshmojmë veten. Deshtëm apo s'deshtëm, ne duhet të rrimë me një pikë që të pasqyrojmë një diçka që është pak më profesionale, që pasqyron një tjetër fotografi, një tjetër imazh të shkollës. Ne pak a shumë e cekëm më parë, domethënë në bisedat individuale. Arti muzikor ka qenë një ndër landët që në shumë të në rasteve është zavendësuar me matematikë, është zavendësuar me edukatë fizike, apo nuk është mbajt as pak fare. Tash nuk ndodh, sidomos unë në këtë 8-9 vjeçarin tem me përvojën time profesionale, më thonë arti muzikor mund të them që kam rrimë një pjedestal që edhe çështja e notës diskutohet. Normalisht që unë kam shumë gjithmonë kemi patur pesak, po thua, asnjë nuk e kemi parë piano. Shive tash, unë nuk mundem ta penalizoj një nxënës i cili nuk ka talent, se jo çdo secili mund të jetë i talentuar. Mirë, po fillimisht të nis për një notë mesatare, nuk munden që të jenë vlerësuar me notë maksimale. Notën të gjithë mund ta këndojnë, një notë për shembull. Patjetër. Qoftë talent i talentuar apo jo, po mund ta këndojnë, po ka vështirësi tjera pastaj sepse aty inkuadrohet ritmi, se domethënë ka çështje tjera profesionale që nuk mundet secili të jetë i talentuar. Edhe normalisht që në bazë të kësaj ti e jep një notë mesatare për prezencën e nxënësit, mirë, po nuk mund të jetë nota maksimale, sepse çka i bëjmë nxënësit i cili ka prirje. Ose unë, për shembull, personalisht kam sprova që kam nxënës për shembull që është notalist dhe lexon nota parte, tash unë për shembull ta rangoj me notë njëjtë me nxënësin i cili realisht demotivim për atë. Apo kupton? Kështu që mirë është me anis pak me tërheq një mesatare. Po thamë me qenë riguros, ekstrem, se ne jemi mësimdhënës të artit. Ne duhet t'i fisnikrojmë nxënës, duhet t'i motivojmë, do të thonë ta bëjmë që ta dojnë landën mirë, po me mrrimë një pikë ku thash me ardhmë me një si të them, vlerësim të landës në raport me çdo secilin nxënës. Kulturalisht jetë informuar. Një kulturë të përgjithshme të ketë ta njeh si profesion. Unë pak a shumë dua të rikthehem tek profesioni i mësimdhënësit viteve të para. Nëse nuk gabojm, ka qenë Hasanbek në shkollën 7 marsi? Jo, tash e kanë ndruar emrin, ka qenë 25 maj, tash e kanë ndruar emrin, e kanë bërë 22 nëntori. Do të thëmë festojnë tash. Patjetër tash bile e kanë të premtën, duket që po e shfrytëzoj rastin t'ju bëj një mini reklam. E kanë edhe një farë lloj patronati për jetë, më thonë, datës së rëndësishme të alfabetit. Aty kam punu. Më thuaj si ka qenë, sepse unë tash dua t'i tregoj, po. Hamza nga Kumanova, përshëndetje për mysafirin. Përshëndetje. Unë dua të shpreh mirënjohje nga shumë ish kolegë të tu tani më, të cilët ende kanë shumë fjalë miradije për ty dhe të respektojnë dhe me të vërtetë e vlerësojnë shumë punën që e ke bërë. Unë dua të di tash pak a shumë edhe pikpamjen tënde, kur shkove, si e gjete, si e formsove atë orkestër, si u bëre
do të me famë në vendin tonë, viral u bë Ramadani me orkestrin e tij. Shifa Hasanbegu kur ma përmend, do të thonë, Pikë dobët, e kam një pikë dobët. Normalisht çdo njeri kur e fillon atë cejakën me një vend i pa përvojën atë kuptimin e kishim profil profesional, por tash ti kur ballafaqohesh me nxënësin brenda 4 mureve, pastaj nis një përvojë tjetër, një eksperiencë tjetër. Hasanbegu më thonë që më ka dhënë shumë më shumë se sa që kam prit. Qoftë në aspektin profesional, po edhe në aspektin e personalitetit. Aty fillimet normalisht nuk kanë qenë të vështira në aspektin e kolegialitetit, sepse kam pas shumë mikpritje bujare. Zakonisht ndodh që kur të vinë prej qyteteve tjera i presin shumë mirë, edhe ndoshta unë kam pas këtë fat, se nuk po dyshoj që edhe ka pas raport shumë të mirë edhe ndërmjet veti, po unë kam një farë lloj veçantie, kanë pas një kujdes shumë veçantë. E pastaj normalisht E kam pas hallin se dasma, kur do vjen në dasma, do prishën dasma. Jo, larg qoftë. Edhe fillimet me të vërtet kanë qenë shumë vështira sepse kishim mungesë të mjeteve. Por e kemi pas një drejtor të jashtëzakonshëm punëtor, unë nuk rreshti me e përmend, edhe si emën ka qenë Fadil Murtezani. Ai ka prit kuadro që i ofrohen. Normalisht çdo udhëheci një shkolle nuk mundet ta jap maksimumin për çdo land, për me i furnizuar me mjete didaktike. Edhe ditën e parë unë po ja tregoj çfarë si rast në zyre me drejtorin edhe urdhënon tha çka duhet. Edhe garantom që punon. Tash unë për punë, unë e kisha dëshmuar vetëm për studime, po se kisha të bindjen që ka me garantu se ka me pas sukses. Dhe fëmijët. Edhe po bajnë disa pyetje, thash, a keni instrumente, çka keni për fat keq, ka rënje të interesit sepse arsimtarët që punonin vetëm se ishin në prag të pensionit edhe vret ajo dinamika, amortizohen gjanat, se normalisht edhe unë kur do t'i bëj 50-60 vjet duhet ta lëshoj rrugën për gjeneratat e reja. Po, ma dyshoj që nuk do ta kesh atë intensitetin e punës. Jo, them për intensitetin e punës. Jo, për këtë pjesë ish mos dyshoni. Larg jemi. Edhe gjithsesi, do zoti kemi shëndet, po punojmë. Edhe pyetja e parë, çka duhet tash? Me të vërtetë thash, masi s'pas ka instrumente tjera, më duhet një piano. Me atë piano, atë ditë kemi shkuar, kemi marrë. Do me thonë, ajo që mëshmëria e menaxherit që vetëm bjerëm rezultat punë. Mas një viti kemi bledh dikon afro 2.000 euro instrumente, mandolina, ukulele, kitar, ka instrumente ritmike, edhe më vitin e tretë fillum, edhe me orkester, edhe me kor, edhe me lexu partitura, që është një veçanti, tash jam për momentin në Naim Frashër, kam bo transfer në shkollën në Naim Frashër në Kumanov, edhe pa dyshim që mungon Hasanbegu. Njerëzakonisht shumë. Sepse nisma e parë nisi qatë, kjo dëshira. Se jam për shtatë, kam pas një farloj depresioni kështu pasiv, po si jo, shkoj non-stop shkruaj nxënësat. Unë lidhem shumë me nxënësat, edhe është një farloj shentrije kjo puna e mësimdhënies. Më besoj që të përmendin sepse ka, domethënë komentet e shumta edhe nga ish nxënësit e kërkojnë, e mbajnë mend Ramadanin dhe ju mungon temase. Unë një gjë kur dua të lidhi pak. Mënyra ka qenë shumë e mirë e mësimdhënies. Krejt është e qasja. Qasja e lehtë, qasja e relaksuar, tash normalisht ne dallojmë me gjeneratat e mëhershme. Unë nuk e ve dyshimin që kanë qenë të përgatitura. Nuk ka më thukur. Ka qenë doza e rigorozitetit shumë e lartë, edhe po mendoj që pak edhe ndoshta edhe e ka kërku koha. Po tash koha nuk e kërkon atë. Absolutisht. Normalisht neve duhet të japim bindje që në mësim, në periudhat kohore kur mbahet mësimi duhet një farë lloj serioziteti, por jo skajshmërisht rigoroz. Jo të mbizotron frika. Ndoshta që kjo lehtësia e komunikimit me nxënësat e super relaksuar, unë për bez zotit me ma ndu dhe një kamerë kështu na për klasë, shpesh e tham edhe para nxënësve, a e dini që me bo me ditë se sa i lirë jam me juve kështu plas skandalja. A dhe në qatë moment kujtohet një barcolete, 3 goje, hajgaret, bërtit me gjana që interaktive me janë shumë normale edhe fëmija, për atë arsye edhe lidhet. Normalisht nuk e lajmë anash as kulturimin, informimin, sepse shkolla ka etikën e saj, sigurisht. Unë kisha bo thirrje edhe te kolegë tjerë, landa e artit muzikor,
është lanë që do fisnik krem. Apo kupton, art. Besoj Çam që inflacion edhe lënda e artit figurativ Linjën e duhet njëjtë. të ketë një interaksion të paktën sepse zakonisht Patjetër. i kemi trajtuar si të tilla, siç ka qenë edhe muzika, edhe arti figurativ, gjithmonë e kemi zëvendësuar me diçka tjetër, nuk i kemi vënë një theks të shumt, por unë do doja të të pyes sa nga ata nxënës, ka nxënës të cilët kanë filluar që jenë dashuruar në këtë profesion dhe kanë filluar të studiojnë? Pa dyshim, unë veç kam gjenerat që tash është në deri diplomim në violin. Unë nuk po them që unë kam ndikuar 100%. Ata kanë ndjek shkollën e muzikës. Që një asaj pune. Po shtytje, promotor, Sigurisht. 100%. Sepse kështu duhet të kemi. Me emra është Aurela Haskaj, që është violiniste që në ardhje, Leutre Mamidi, tash sfundmi, domethënë për 6 muaj kam arrit me rimotivu një nxënës i cili ka qenë demotivuar në drejtimin e klarinetës, për 6 muaj sot është nxënës domethënë në shkollën e mesme të muzikës Baki Aziri, edhe ka shumë nxënës tjerë që lidhen me përqasjen që ju jap, ju ofroj instrumente, shumicën e sendeve ju thash, unë po du me potencu këta edhe për veshjen e publikut, sepse ka fillu një farloj tendence që në arsim, mësimdhënësit s'po punojnë, do shta me masë, edhe ju jap drejt, por unë du me ju garantu me një bindje që dikun 80% e mësimdhënësve besomni, po njës prej të vetja, rrogën e plot nuk e dërgojnë në shtëpi. Dhe unë këta nuk po e them, po e heq modestin, apo kupton se tash me qenë modest në këtë shoqëni në degradim e sipër, pak është edhe problematike, po besom dritro se shumica japin fonde personale të rrogës, vetëm për me realizu një program, një prezentim, një projekt, ose që për ndërlidhe edhe vetën me ju siguru instrumente. Nuk ka kushte, nuk ka financa, ose dislokohen financat, jepen tjetër kun, ka nevoja për higienë, do me thonë ka përparësi tjera, unë e kuptoj, jemi një shoqëni që nuk e kemi arrit atë standardin për shembull për me shit artin deri në çat nivel. Po kjo është sakrificë shumë e madhe që duhet popullata me pak. Sa jemi tek shkolla dhe fillimi i Hasanbekut, unë dua të potencoj një gjë që unë e kam hasur edhe nga shkolla e mesme, që kur kemi studiuar domethënë muzikën, ka qenë vështirësia më e madhe Ramadan që ju nuk keni pasur as shkollë fillore në gjuhën shqipe në Kumanov dhe as shkollë të mesme. Shumë brava. Të ktheva mbrapa se e di sa ka qenë e vështirë për një student nga Kumanova të u thënë çdo ditë në shkollë të mesme, vetëm se nuk është dhënë e drejta që të ketë një paralele në gjuhën shqipe në Kumanov. Më thuaj si është gjendja tani, dhe tani më je rikthyer në vendlindje, tani po kontribon aty ku gjithmonë e ke pasur qëllimin që të jesh. Fatkesisht ka qenë, domethënë pas 90-s u mbyllën shumica e shkollave shqipe. Në Kumanov nuk ka pas. Nuk ka pas gjuhën shqipe. Fatkeqësia është që nuk ka pas shkollë muzikës, po flasim. Jo, edhe shkollë të mesme. Shkollat patjetër, shkollat patjetër kanë funksionuar. Po kanë pas gjithsesi probleme, Kumanova ka qenë areali gjeografik e ka mundësu për me pas problematika më të mëdha politike atje, po mos kthehemi te ajo zymësi, do zoti, shqyr zotit jemi si kom në një pikë shumë dominante, po ndërlidhet te pika ku tha Valbuna. Neve kemi qenë gjenerata e parë, paralelja e parë në gjuhë shqipe tek shkolla Ilja Nikolovski Lluj. Edhe ne aty kemi bën sakrificë. Tash nuk po them se kam qenë i përgatitur për klarnetist, sepse më është dashur shumë punë për me u transferu në degën instrumentale. Po vetë fakti që kemi sakrifikuar për me rreziku me hap një paralele me 15 nxënës, pastaj kanë vazhduar gjenerata e Valbonës, gjenerata tjera, edhe sot po funksionon ende e tutje, ndoshta ma pat mbjell atë tendencën që pse mos me pas një iniciativë në Kumanov. Dhe jo rastisht, keni punu shumë. Në vitin 2013 unë kam qenë një prej grupit shumë të madh të iniciatorëve për me hap paralelën shqipe në shkollën e ulët të muzikës në Kumanov. Dhe tash unë mendoj që ndihem krenar që kam dhënë një kontribut vogël patjetër, po e kemi hap dhe është dega edhe për teori dhe solfeggio, është dega për violin, është dega për klarinet. Shpresoj që hapen edhe degë tjera. Por ftoj që të punohet më shumë, sepse
Ajo është një farloj tempulli që edhe mu ma bën më të lehtë punën, po ja bën më të lehtë punën edhe profesionistëve në shkollën e mesme. Mbare se si përcjellin. Sepse ajo është një farloj qarkullore që dashte s'dashte duhet me funksionuar. Është kontributi përbashkët që Kështu që mund ndihem shumë krenar që pavarësisht vështirësive, mua më bëhet shumë qefi që kemi pas shumë vështirësi, ti e din, ne kemi qenë në shkollë të mesme, unë kam udhëtuar çdo ditë. Tash zgjohesh për shembull në ora 5:30 që të mbresh në ora 7:30 po. Fal. Vështirësi të mëdha. Pastaj pas sakrificë ka. Vonesat, ikë autobusi, hajde të shkojmë me tren. Po këto i din secili që ka qenë prej anës së Kumanovës. Po është sakrificë që sot ja vlen, se unë sot kur i shoh gjeneratat që dalin, nihem krenar. Unë do doja të të pyesja pak sa prindërit në përgjithësi i njohin aq sa i njohin fëmijët e tyre. Atë ka ndodhur ndonjë rast që ndonjë prind që e ka produktin e tij, që e rritet në shtëpi dhe e sheh në një dimension tjetër dhe që befasohet. Që në keni përgatit shumë të prek një ato pikat. Jo, e kam fjallën sepse në përgjithësi në mësimdhënie këtu, prindërit po luajmë thjesht vetëm rolin e prindërit, por nuk dim t'i shohim ato shkëndijat interesante që din t'i perceptojnë edukatorët, profesionistët. Dhe kur zbulon diçka aty, është një nuk e di, për çdo prind është një krenari, një kënaqësi, sikur e dërgojmë në një dimension tjetër të jetës dhe fillon të reflekton më ndryshe. Patjetër, kjo ndodh mos ta theproj me thonë kështu çdo 2-3 muaj, sepse ne i testojmë non-stop. Nuk mundesh me brenda një ore në javë, nuk mundesh me i testu krejt nxans. Duhet më shumë kohë. Edhe me zbulu, po unë kam orët e lira, aktivitetet e lira, kori, orkestri, edhe normalisht që eksploroj, kërkoj nxans të ri. Kjo që bëdhu me prindërit ndodh aq shpesh, edhe ka qatë shumë mirë njohje prej anës prindëve, se ka prind për shembull që presin, dëshirojnë me pas në një prirje. Edhe tash ti për shembull kur ja kumton që thu ej ki kujdes se ky fëmijë ka talent të jashtëzakonshëm, për shembull kam nxans që ka vesh absolut. Po ai nuk është i vetëdijshëm, se normalisht ne duhet me kanalizu. Duhet shumë punë. Edhe unë ja shpjegoj tash formën kur ja shpjegoj ti ta shifsh për shembull se çysh i zgurdullohen ato syta, vëdhe, as se kupton, e ka atë problemin dhe me kuptu, tani ajo tendenca prej anës time që e i kështu jam do të thonë se është një diçka shumë e madhe. Edhe shpesh ndodhë që ajo i kanalizon për me shku pastaj me kërku ose orë private, ose me u kyç në sistemin e edukimit, dhe më thonë të artit muzikor. Po mu më ka ndodhë dhe kundërta. Se duhet me marrë edhe të bardhën edhe të zezë. E mërkur jemi sot, ne themi të mërkurë njëra balancë. Po, shumë pikërisht e mërkurë. Që, shef energjia. Unë për shembull kur mundona me shpreket aurën pozitive të prindi, në shumë të në rasteve nuk e gjejnë për shembull atë mirëkuptimin. Se për shembull kanë tendenca të nashta kompleksive, muj me thonë, po me dozë pozitive, jo me dozë negative. Jo, nuk kam shumë dëshirë më bo muzikant, se unë kam ambicje djali me më bo mjek, për shemë. Apo këmë dëshira. Dëshpërimin, madh, sim, unë që aty e shofë, se ka një farë dhe tendence për me ju përzi në atë kuptimin e vendimit jetësor, ndoshta, ose të pak të në lele ta shioj atë pjesën kulturore, letë kulturore. Nga fillori as duhet ta vendos. Mos e nxit se fillon që i prej shtejgjet. Po, se faktikisht i krijon disbalancë të ëndrave të prindit, se realisht shoqënia jon ende s'kemi dalë nga patriarkalizmi. Ne dëshirojmë që ëndrat e të parëve tanë ashtu, do të thonë, ne fëmijë rrisim me ëndrat e tona. Në të shumë të në rasteve, me ëndrat e gjyshërve. Kemi pas kështu. Është në fakt duhet ta kemi parasysh që do të thonë ndikohet në jetën edhe profesionin e jetës së fëmijët, mirë po ta kemi parasysh edhe prindërve të bëjmë një alarm që nga shkolla fillore nuk keni nevojë që ta përcaktoni profesionin e fëmijëve. Të lejmë të paktën shkollën fillore le ta shijojnë. Le të kërkojnë atë që dojnë, shifët fëmijë, unë jam bë prind edhe vetë tash, edhe e kuptoj shumë më mirë energjinë e fëmijët, faleminderit. Jetë të gjatë. Edhe e shef fëmia ku e përjeton kënaqësinë. Tash ti me i marr ato gërshante edhe me fillu me pre në ëndrat fëmijës, mu më duket, domethënë, unë e kam pas këtë fat me prindin tem. Pavarësisht që ka qenë simulon se ka pas ëndër edhe ajo ka pas një ëndër tjetër, për shembull ka dëshiruar me qenë un arkitekt. Se më ka shku shumë vizatimi, pa ka shumë matematika, aq se kombinon këto dy arkitektura, profesion me ardhje financiare të mira, perspektivë më të mira dhe prindi normalisht e ka menduar që
Tash unë kur ja pa ta kumtu që thash unë të respektoj për dëshirën tonë edhe shkoj. Po ëndrën një du ma prish, apo kupton, unë e kam ëndrën me u bo muzikant, dhe duket profesional, kur njët nuk ka tentu as me mu përzi, asë më ka pyt, qka duhet, tek duhet, urnat, e ke rrugën hap, ka investu në stop në mu, edhe jo rasisht, edhe jam produkt, edhe i prindit, edhe i gjithë se cilit që ka investu të unë. Ramadan, njërmi në 5 minutat e fundit e emisionit. Mos ka të shpejt, ha? Po, jemi, shumë shpejt kaloj, unë ju them që kur kemi musafir, do më thonë, Nuk e dija, ndojqëm pamje sepse ishe i fokusuar. Kemi Nuk e dija, pamje, ka shkuar pamje gjatë gjithë do të shkojnë edhe tani nga kemi? regjia, unë dua vetëm pak të ndalim edhe tek darsmat. Ajde. Shqyr zotit që janë, shqyr zotit që janë, po. Ta bëjmë një fest madhe këtu. Çfarë do flasim për darsmat? Dua të ndalemi tek darsmat sepse gjithmonë është një, si të them, një paragjykim i cili ndodh shumë shpesh me muziciantët. Ata që janë mësimdhënës nuk mund të interpretojnë në dasma. Ja po ja u them unë që virtuozët më të mirë mund t'ja u bëjnë darsmën më të mirë. Kështu që duhet të investoni ju tek muziciantët. Ka paragjykime të tilla. Paragjykime normalisht. Ke çfarë të dua, është i paragjykime, mirë po një paragjykim po. Kryesisht vinë nga palë të cilët unë kisha gjyku që janë të papërgatitur. Edhe kanë komplekse kur shofin një farloj doze të zotrimit të shumë stileve muzikore. Unë shumë thjesht, po ja përgjigje shumë shkurt për me kursy edhe kohën e juve. Çdo formë e interpretimit muzikor edhe paraqitja skenike që ti e bën është art në vete. Edhe çdo stil, mundesh ta luash stilin indian, mundesh ta luash stilin Shumë si ka, çfarë lloj stili, po. Turk, jazz, orientale, pop, rock, po ja është stil në momentin që ti e zotëron, të lumt jepi, apo kupton? Ata që lehin kryesisht janë njerëz që nuk mundin ta arrijnë ta kuptojnë. Normalisht nuk duhet me ndiku te njëra tjetra, nuk duhet me i shpërfill llojet, zhanret. Unë kryesisht jam shumë i kujdesshëm te muzika popullore e mirëfillt. Pikërisht, ato disha të them. Duhet me rujt, mos me zhyt në ato ujnat e rrymave tjera, po kjo është tjetër temë. Nuk ndalohet me interpretu edhe për shembull stile tjera. Unë njoh instrumentist, për shembull, çaj një shembull për publikun, se hyn aty bojnë sërç tash apo. Ismail Domanovski, klarnetist virtuoz botëror, më me thonë. Luan muzikë klasike në top, luan muzikë popullore top, gjitha zhanret popullore, edhe stilet e etnikumeve të ndryshme, më thonë, luan popullore në qetë, për shembull që i thojmë në këngët e lehta, luan popullore në folk, edhe maqedone, edhe rome, edhe shqiptare, në është prezent në dasma edhe shqiptare, luan jazz, luan funk, ska, po e luan me instrumentin e njëjtë, edhe e flet instrumentin në gjuhën edhe stilin që i kërkohet. Pra, le ta arrijmë në një kapacitet profesional, ku mundemi t'i zotnojmë këto. E qa flasin tjerë, ta është pak e rëndësishme. Pikërisht, aty dy isha të dalë dhe të... Nuk kanë fund, gjithmonë nga xhelozia, ka edhe kështu Sa më shumë që janë, aq më shumë rritet momenti. Unë e thash edhe para emisionit, në Filharmoni, domethënë, kemi orkestrin profesional, virtuozët më të mirë të cilët i kemi në vend, mirë po të gjithë edhe ata janë prezent në dasmat ku ne shkojmë. Prandaj baragjykimet e tilla që ndodhin shumë shpesh me muziciantët, mua më vjen shumë keq për të gjithë ata që nuk e dinë dhe nuk janë të informuar, ta kesh një një klarinetist, pikërisht si kur Ramadanin dasmën tuaj, dasma juaj do shqion shumë më mirë. Unë të dojë edhe një krahasim ta pyesja, me që jemi minutat e fundit, unë kam shembullin konkret e kam në shtëpi. Kam vajzën në shkollë të muzikës, edhe djalin e kam në klarinet. Kujdes, që po drejtona me gjesht kujdes. Po shikoj një bioritëm më të çuditshëm tek më të rinj, domethënë tek djali sesa tek vajza. A ndikon kjo koha në bioritmin, në ritmin e jetës, edhe në ritmin e notave muzikore të flasim? Patjetër. Sikur është më i shpejt në për... Nuk është e njëjta dinamikë sikur që kemi jetu ne, për shembull. Nuk kemi pas ndikon kjo edhe në format e ndikimeve teknologjike. Dinamika e jetës e bën edhe qasjen në partiturë me pas ndryshe nxënësi. Unë e shoh thash, ne punojmë me nota muzikore, do të e kupton që për shembull ai përqaset në një formë krejt tjetër çush i qasë. Perceptim tjetër. Apo kupton? E ka dinamikën shumë më shpejt, kuptimi është shumë më i shpejt. Për atë arsye të drejtova me gjesht, domosdoshmë ndajo, mos ju përzi dhe le të vazhdoni. Një mesazh kështu në kamera thuaj që duhet vazhdosh të punosh dhe të ushtrosh. E ke profesorin më të mirë.
profesorin tem, Arben Aslanaj. Shumë i Mos e mirë. ndal punën. E përshëndesim dhe shpresoj që ta kemi edhe në studio. Mua më vjen shumë keq që nuk i folëm të gjitha programet dhe funksionet që i bën në shkollat. Skenari pa e lexuar. Po, me nxënësit janë muzikograma, janë metoda të ndryshme që ti i mundson në si të them plan programin tënd muzikor. Unë jam shumë e sigurt që Ramadanin do ta kemi sërish në studio. E morëm kështu pak a shumë ekskluzivitetin, mirë po herën tjetër do të marrim kështu pak më detajisht, edhe më detajisht të flasim do të flasim për leksionet edhe për prindërit që se si kur shikojnë shkëndije tek fëmija se si duhet i stimulojnë. Pikërisht. Besoj që ta bëjmë një temë të tillë. Të shoqërisë patjetër që po, jemi në gjendje me dhonë më të mirën. Sigurisht. Faleminderit shumë që u zgjova bashkë me ne. Urime festat e nëntorit. Faleminderit juve. Ti përshëndesësh të gjithë fëmijët, të gjithë prindërit, bën një punë fantastike, të mrekullueshme. Ne ju kemi në fokus gjatë gjithë kohës, po ju përcjellim dhe sinqerisht themi na bëni krenar. Faleminderit për kujdesin të dyve, ju uroj shëndet, mbarësi edhe do Zotit që çdo ditë përmes këtij syri të ekranit të sjellni sa më shumë gjëra produktive edhe në shërbim të popullit tonë, shoqërisë tonë. Faleminderit shumë. Atëherë miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë, sigurisht që do të shihemi nesër, në njëjtën kohë, në një vend. Dhe nga halla e vogël, mirupafshim.